në studio me mu së bashku është Triloni dhe Stili. Mirë më njësë. Trilon, që shjeni, ti për ndryshe Stili dhe ti Trilon, shumë bërëm ka e marrë lakmi, vlo, shumë, vlo. Shumë bërëm të e marrë lakmi. Tani të ditë shtunës fillon. Po tash, a mjafton vetëm shtunën? Tu po. Thash ma heret park run, unë e thash parkun, do më thonë, unë që thojnë shordhania për 7 vetit, unë në këtë rast qorja për 7 vetit, se nuk pash park run. Iniciativë shumë e mirë, Stil, Trilon, iniciativë shumë e mirë. Faleminderit. Po edhe kjo është një farë eventi bar botërore i cili ndodh përmjet 2000 vendet botës. Edhe na me të njëjtin emën. Me të njëjtin emën, edhe është, domethënë kjo është edhe regjistruar ndërkombëtarisht. Po na si Gjakova vogël një herë fillojmë ta shohim çysh po shkon interesimi. Po. Çka është ideja kësaj është domethënë mu mbledh njerëz në ditën e caktuar që është e shtunë çdo të shtunë javës. Në ora 9, mirë kishë qenë për mu përgatit, sidomos ata që e kanë për të parë ose risht janë në mbrapim. Po. Mu nxe pak, 9:15 me qenë 9:10, se kjo 9:00 duhet mu nis. Edhe është mirë mu bo kjo. Se është mirë rujt edhe kohën njerëz vetë e dinë që në ora 9 kanë mu nis, u kry muhabeti, e kryve ti vrapimin, mund është me shku në shtëpi. Po. Apo kupton mes me hub kohë shumë pa lidhje kështu. Kjo për ndryshe a u desht më regjistru di kanë këtë organizat? Për momentin jo njerëzit. Po, kjo bëhet edhe online ti regjistrohesh edhe ti mana si rekord gjitha vrapimeve që i ke bërë, na përmenojmë që njerëz s'është domosdoshme me marr pjesë çdo shtunë dikush kur i bëhet, se tash jena njerëz me punë, s'kena kohë gjithmonë të shtunën të lirë në çat orë, po kjo nuk ka qëllim karakter garus. Me rëndësi është me dalë që aty mi shiju pak natyrën, pak trupi me të dhimt, edhe pak me oksigjen me të mush trumi. Po, edhe më konë një lloj solidariteti aty, solidariteti me njerëz. Domethënë si 3 pika që i shohim na në një është shëndeti yt, që është primar. E dyta është me largu pak pi teknologjisë, se po shpresojmë që edhe prind kanë mi marrë edhe fëmijët e vegjël e kështu, se nuk është një distancë ku më di sa e madhe, për dykon mund të më qenë shumë, po është mesatare, 2 për fëmijë, 5 për më të rritur, po s'do më thonë mi kryen herën e tretë ose të katërt. Po, është vrapim a është ecje? Vrapim është, po nuk më rëndësi është njerëz me smunik. Edhe s'është na e bojmë këto për mi bashku njerëz edhe mos mundi keq se nuk ka më rëndësi a ki vesh teshën e dur, patikën e dur. Po fiks. E ka bën shpejt, ka dalë, më rëndësi është me marr pjesë herën tjetër, nëse se kryen sot herën tjetër e kryen. Domethënë si qëllim kjo, mas pari shëndeti, e dyta mu largu pak për teknologjisë, edhe e treta një farë socializimi real, jo në për rrjetet sociale, po kur gjo, bile dikuj në ashtaj me të ves, me dole edhe nes. Qaj është edhe qëllimi. Me dole edhe dilën. Edhe si orë, shka është me rëndësi, se s'pëdu mi marrë vishun kohën, si orë është me rëndësi që në ora 9 edhe pi pjesëve ma të larë këta qytetit kanë mundësi me arë, se në qëfë se që është 7, i përkjerë dhe mërin kohë. Vatan Sheo, për na përshëndet, për të përshëndetje për musafir, vete Stilin, a mujmë une ti e di me shku, shka po thu, une me Vatanin, a mujmë? Ju jeni shumë të mirë se arë. Okej, gjithë qysh kina marrë. Drilon, ti je vrapus, begi, se e di që ka njerë të shoh, jo ka njerë shpesh. Po. Që sa ko? Mu kam bo 7 vjet si vrapus profesional, ma heret kena vrapu kështu mi prish patikat veç. Po. Pa dit konceptin e vrapimit. 7 vjet vrapus profesional. Po. Profesional për që në aspektin që kum nis me ushtru me regla, me një disciplina. Po. Po, gjithmonë jo tu e nal jetën e natës, jo tu i caktu vetës targete që veç kjo. Se mbaj ke mundi mirë, një kus është aktiviteti, edhe mu isha mi shfrytzu jetën e natës. Kënë asanët mu isha mi shfrytzu me fizikën regëll. Edhe, jëm ardhë deri qëtu ku jëm ardhë, këtë iniciativen me Stilin që e kina nisë, po, kjo u bo ma shumë si letë gjëndëm kanë thonë, a mund ma ardhë me ngajt me ty, edhe kur nuk dilka, jo s'pekom vullnet, jo s'pedheze, jo s'pekom me kon. E në mu bu që vullneti. Unë t'ju alon veti s'pekom me kon me ngajt. E tu mësë ju pa juve. Që tash kimi pas. Tu mësë dash me ju pa. E qëta shë mundësia që edhe me na po, edhe me në bashkan gjitë,
edhe mu bo vullneti i gjithë kujt kush ka qef mi pas një fizikën rregull, një jetë mirë edhe një gjumë të rahatshëm. Besa mas vrapimit edhe kur han nuk e këshyr hiç sa po han se se e shpenzon. E shpenzon, kështu që han për qef. Din kush ka ndaj problem me pesh. Për ndryshe stile edhe ti tash je bo vrapus. Unë që ja 2 vjet e gjys ja kom nis, domethënë një ditë para se me dal më pas thon dikush që kom më rri këtu, jo që kom rri diçka të madhe se unë jam kështu të veç rekreacional, po kënaqësinë që ma jep, domethënë tash dal 3 herë në javë edhe bashkë me bashkëshortën, shumë kënaqësi kam. 3 herë në javë del me vrapu. Në 3 herë në javë. Domethënë me dal për ditë kjo punë. Jo. Kretë shkon me kapacitetet tuja. E unë qysh e kom vrejt se tash në gjithë vespunat edhe më pëlqy, po unë e kom gjetë, e kom përqafu si më thonë këtë. Tash çdo ditë po shkoj tu e zhvillu rekordin tu ja thuj vetit, edhe shumë mirë. Edhe çaj po mendoj që kish me qenë qëllim edhe i parkranit që mi kyç njerëz tani këthe. Po më intereson Drelon se ti e më i ri, domethënë se na unë pak më i ri se ti. Edhe më i fort. Po, edhe më i fort, po çysh a pat në arsye të veçantë që ja fillove? Sepse unë kam arsye të veçantë më ja fillu se mjeku për ditë më thotë me dal me ngoj. Mu personalisht. Po, unë punën e kam me vollan në dorë. Po, për ditë. Edhe më bëj ke keq në shtëpinë shumë. Edhe mas punës, atë isha ta bëj vrapim 2-3 kilometra që mu shtiru pak. Edhe shisha që më përmirëson mirë, gjumin e bëjsha ma të mirë, më punës isha i palodhen se nëzisës për që me dalë mi bo aktivitetin, po. Edhe tash u ma rri që mi bo pi 7 ditëve të javës, 6 ose 7 ditë bëj ushtrime, dhe më thonë bëj vrapime. Aha, do më thonë ti e bën vrapimin mas punës. Mas punës e bëj. Për kundër kësaj, ju mbo dhe bobi ri. Hajde ori me... Dhe më thonë... Mas në i kong. Kom ku dhe më thonë edhe për punë, edhe për djalin, edhe me dalë me vrapu nuk arë se tim jo s'ka kam ku s'pe gjithë. Gjithë qysh mund është mi gjithë një ku për shëndetin tonë. Tu i gjithë vetës arsitim, jo nej kuj, se vetëm, të thonë vetë, a dalë marjo marë se të folë 2 herë me vetën. Stil, po, Adrian? Kjo të bënë dhe më thonë vrapimi, të bënë mi ndryshu lifestyle-in. Të bënë mu bo maj vetëdijshëm për sanët që i bënë. Bënë mi folë vetës. Qashtë. Stil, ti a del para dita, mas dite? Unë dal kërë shumica e në gjumë. Dhe më thonë Kom mëngjes herë. akmizon trunin si trulafshëm, dal. Mëngjes herë. 6 mëngjes unë çdo ditë qona, edhe varësisht ako me dal me ngajt, as ko me dal, është jo se snuz ose qona me një herë, po i prof i krevetit, do më se ndjerë, përndryshe po- të mashtrana janë Po, në fillim. hajtë Edhe marse na që se edhe shiko pak, ka të ro, të thonë vetit. Ja. Unë sot i kom Si thonë se- vetit, sot po ta me taku, sot po ta me dalë me vrapune, se dje publikisht e kom thonë nesë kom dalë me vrapu, edhe i thash grus, thash qom në 5:30, unë zakonisht qona 6 e pak, thash qom 5:30, më ka qu i thash ko ka të ra shi. Ta ku i ka shem, ti ku i ka shem, Se ki këshirë në thash im qune ma herë, ku më qyrë. Po, e ja gjeta me të ashtim se pritova. Edhe është me ansimi cek që në këtë iniciativë jena disa vetë. Po. Gjithë janë vrapus që kanë eksperienca, edhe gjithë kanë shprehë nga dishmërinë që kanë qenë prezent. Domethënë, edhe njerëz të cilët kanë ndaj frikë se jo mos po lëndona, kam e pas njerëz të cilët i sugjerojnë qysh me vepru ose e shen që se janë lëndimet që mundin edhe Po. me ndodh kur s'ki vrapu për një kohë të Normal, gjatë ose normal. e shtynë Pa ma i ngre tepër. pak muskujt pa. Kështu që mi u heka tremen, edhe një herë po them, edhe nuk ka hiç rëndësi a je i veshën me Hiç veç me dil që aty me një par patikat ma tjeshta që i ki se nuk është as terreni shumë i vështirë që më thonë. Mu po më pëlqen iniciativa shumë, edhe për ju përgëzoj shumë për iniciativen, po a keni ndaj pritshmëri për që të ngjarje, për që të ngjarje po them, se tash event ngjarje u bë. A keni ndaj pritshmëri çu ka mendon? Bas të reagimeve në Facebook, për doket që ka më shku në rregull. Po si të qof na mbledhen kur kena bo që vendosëm një hik se iniciative, na jena kemi thonë që na do të dalim, erdhen na do ta vazhdojmë. Vrapin e bojmë. Vrapin dojmë bo, unë edhe me këtë familjen, se edhe mu po më konvenon që kjo pak mi aktivizu edhe fëmijët e mi. Apo kupton, tash kuj i pëlqen, mirë se vjen, më sarshin nesë, në të vinë javën tjetër, do më thonë neve kanë menaxhet aty. Po, sa veta jeni kështu si inicius? Si iniciusin e 6-7
Kështu që kena mi përcjell grupin, se si grup diku rreth 50 vrapusi ka Gjakova. 50 vrapusi. Domethënë të gjithë vrapust janë të informuar. Janë të informuar, përveç atëmve dhe plot gjend kështu që më kanë shkruar personalisht a muj me ardh 5 nuk munda 2 i bëj, kom thon 2 unë kam ju përcjell, se i kena do si grupe secili mi përcjell që mes milion mu lëndu, mes milion vete, apo kupton? Normal. Çai vrapimi por mu koni kojshëm për se imazhi por imazhi fundi. Ato që shta jep çat përshtypjen e parë. Edhe 2 kilometrash aty përcjellën, 2 kilometrash atë kanë më kon diku më të rit, që kanë me vrapu. Edhe që aty vjen abdi shprehia vrapimit, se kur ja kum nis me dal para 7 vjetë, del shampar ka diku. Si majmunë më çershin. Po. Tash pesha që mu kanë bë, pesha të rije, pesha të vjetër, është kulturë, është u vetëdijsu dhe populli që s'ka nevojë mu me shku te doktori me marr leksione, del bëhet doktori vetes, e shnosh veten. Pikërisht. Edhe kjo është maratona e Rotterdamit. E ka që vendin e fundit e përcjellin policia me helikopter edhe e pret kryetari i Rotterdamit e pret mi uru vendin e fundit. Po. E presin kret garusi që za vendin e parë duhet mjavnu medalje. Domethënë që edhe ajo fitus, pavarësisht kur më rrin ti krye deri në fund, edhe je fituesi vetvetes tonë. Po më intereson një mesazh që ata halo që se kanë bind veten medalë, një diçka, një shtytje, bile që të shtunat. Ka nis për me jetë të tjerë. Unë kur e puna postimin e shkruva thash gar nuk është, por fitues je. Do të thotë si kjo që merr çatu në moment. Se kjo s'ka karakter slogani shumë i mirë i qëllun. Skemi na më kthyer kush duli pore, kush i mrami. Momentin që e kryve ti veç je fitues, e përfitimet janë edhe domethënë shëndetësore, psiqike, besa se edhe natyra është doktor në veti. Doktor në veti. Po më intereson stil edhe a kemi Gjakov nuk ka një maraton, nuk ka zdia ka e di që ka pas. Jo, maraton, ka qenë maraton, jo. Po, është kjo Trell Gjakova që mahet malore në Shkup. Po, ajo natën që majta? Jo, ditën ka qenë 21 kilometra. Edicione i ka bo, si vjet du të më koni edicioni të rejt. Ka shku shumë mira, vitin e edhe kemi pas një pi Bajram Currit deri në Gjakovo, kjo tamam full maraton, kon 42 kilometra, kjo. Që ajo kon e para, ku kon marr pjesë, pa ditë edi se 17 kilometra të nelës ishin kon. Po athirej taksi. Gjysë rrugës taksi. Se kisha telefonin me vete. A të qom, den finesh taksi se diqa. A disa shtrajt ish bo. A të se kom thirë ambulantën të tonë taksit. Të marë po sheko për na përshëndet, respekte për stilin dhe drilonin. Faleminderit kryetar. Petrit Hoxha, mirë mëngjesi, Edi oj kula sahatit e Gjakovës. Edhe Sokol Hoti për dhëtë mirë mëngjes, Edi një vikend mirë për ju. Edhe gjithashtu për dhëtë vete mërgimin për bilbylat. Mërgim, ka dosht me thonë mërgim kocën mi vetë për bilbylat dishka. Sokol po e vesim cili është mashkull, cili femen. Kësmet e vesim cili është mashkull, cili... Përshëndetje për stilin edhe drilonin për thot Petrit Hoxha tash edhe herë. Normal për ty Edi, për dijet. By the way, për thot jam rrugës të shkum fitness. Petrit Hoxha në fitness. Ty janë sos. Petrit knaqën fitness, veç pizza dur të amoni të kom. Abdullah Shatri, për thot të regoj atyne aha, që po kuptoj? Që rrymen e kanë... Aha, po. Që po të kuptoj Abdullah Shatri, po thot të regoj atyne rrugaqave që rrymen e ka shit tjetër kush për politikante ka fjallën, ma heret, para 28 minutave, nuk pëdin, s'pëdojnë me dit, ata, Turku, Pisa, mos u bën nervoz Abdullah. Mos u bën nervoz se kena me ngojt nesër, o vlla. Unë e kismet. Kjo si iniciativë ka për qëllim që tash. Po, folim për iniciativën, po. Kjo si me bashku njerëz, domethënë na nuk mirëm për çat politik, as politik, as mosh, as gjini, as përgjo që i të 2 orë me zgat, a? Jo. Sa zgat, 40 minuta për dikon, s'kena nevoj mi zgjat shumë se kena mi bo për çdo javë. A vedin mos na gëditet kështu. Po më intereson shtegu, tash a është vajtje ardhje me këtë shokullë? Dallohen dyjat,
2 kilometër që e ka veç rrotullim e ka. Una mes më bot. Çfarë ku nis, domethënë me mri prap. Është distancë e shkurtër dhe mes mi bot njëjtën me shku më kthy, e 5 kilometër që është me shku më kthy. Se ka shtegun edhe me zhavër e nër. Tash është pak na duhet më pas kujdes se po mendojmë që kur bëhet edhe ndaj tullovi më e madhe, më shumë njerëz, duhet më pas pak kujdes edhe mes më shku ka rrugë ku ka komunikacion, se pa na ndodh ndaj sa ne kemi me qëllim shumë të mirë, më na ndodh ndaj sa. Por çato na detyrohem një gjetë një shtek ku ka ma pak qarkullim. Mu shumë për përgjen iniciativa, stil. Shumë edhe bashkë kome marrë pjesë aty, pa tjetër. Kome bo një alarm, 7-10 alarma, a? Në sashen? Në beshen. Ja. Ani mirë se ka të kthejnë e shetni rrugës e mërni. Unë ka të kthejna me taksi rrugës, me trotinet. Kërve kali. Kjo iniciativë mundet edhe mu zhvillun të ardhmen, stil. Pishosi një diçka shumë atraktive. Edhe kjo është për në Kosovë është e vetmja, apo që është më duket që ka filluar në Prishtinë, por nuk është që kumpo na i kështu reklamim të madh. Nuk jam i sigurt, sidoqoftë me qenë e para në Gjakov, shpresojmë që ka me qenë shembull edhe për qytetet tjera. Se po kom qenë për me ardha të tjerë. Jo më thonë na kena tonë. Na e kena nisë dhe s'dojë monal, e mas ne jemi begi kena të gjithë shoqni kështu që besoj kanë më ardhur dhe figura interesante, të cilat do t'i publikojmë pastaj. Altina Kusari, pjo, përshëndet, për thot, përshëndet ma shumë Driloni dhe Stilin, atë shkojmë me ka një peshe. Po, më. Shkojmë me i peshe, salatën veshle në Altina. Ta këshim qëtu dikush, ana ka përshëndet, Tauland Leshi, për thot, përshëndetje Edi, përshëndetje edhe Stilin edhe Drilonin, edhe unë do t'jem pjesë maratonës. Sot i paraqit nga Drilonit, së është shumë iniciative mirë për qytetin tonë, respekt. Tauland Leshi. Respekt, Tauland. Respekt. Edhe e kemi edhe këtu, po thotë pa Gjakov s'ka Kosovë, halali u koft. Gjelal Katona. Shumë faleminderit. Në Gjelali është në Belgjik. Edhe mirë mëngjesi Edi, i përshëndes musafirët në studio, edhe i përgëzoj për iniciativen, shihemi kismet ngusht. Po na thot Halil Demiri nga Anglia. Halili ngusht na bashkangjitet. See you mate. Edhe kemi mirë mëngjes Edi, përshëndes musafirët në studio dhe përgëzoj shumë për iniciativen. Edhe tha përshëndetje me një video nga Verona, apo këto ma herët e kom pa, Naser Kurhosku. Stil neve na shojnë shut diaspora Verona, Italia, Roma, në knaqet zemra. Shqyrë që i kemi, ata janë oksigjeni jonë. Tash po më intereson për infrastrukturën e vendit ku kena me vrapu. A del dikush ma heret, a është na i grup, a do më thonë, a mundet më konë, qësh është gjendja? Jo, ajo si trail është e rregullune, po do më thonë për mu bo perfekt, duhet gjithmonë edhe mu punu. Po që kjo si itinerar është mjaft i shkurt, kështu që për qëta se kemi problem. Na tash na mëson edhe situata, po në vaki mas një kohë e me dhe ndrojmë këtë trailin, po kryesisht që aty je i sigurt, do më thonë nuk është taj sanë që mund është me pësu në lëndim përveç qofse ti shprinta. Do më thonë në të ardhmen edhe rritet kjo kilometrazhi. Plane Edi e kom kryte mushën. Ama kret varet të realizimi. Qysh përpritet ka popullata kjo. Dhe plane ka sa dush, plus që është një dishka që është të marrë pi, si më thonë, është bodi ka tjetër, vish mi kopju që ato bëll në dalin, e lemon që fëse mujmë edhe dishka tremi apë këti iniciative. Do më thonë, Driloni nga kalzoj që është vrapus pak ma i vjetër, e ti stil pak ma i ri, po a ka pas ndikim edhe të ti në jetën shëndetësore? Ka pas shumë, unë e din që kom pas një punë në orën ditë, stresuse, përveç tjera është edhe mbyllën e jullën karike, dhe unë kom pas si problemet shpines, cilat me kohën, do më thonë edhe kom hek shumë, gjitha kanë kalu, se tash përveç vrapimit, ku të thena në shpi edhe i 10 minutë që kom pak me mu marrë me qëto gjana, po mbi të gjitha edhe pse qikisht kanë ndiku, se drejtën me thonë që ato natë, për shembull kur kam e vraput nesit, unë gjithmonë shok të ndu të thirrë, jo për naj bira në gjo, po gjithmonë i bëj e nali se di që nes kam me shku me vraput, do më thonë automatikisht kanë ndiku në rregullimin e jetës. Si kena nalë kret, po. Vëdin, që tha Driloni, mund është edhe me vrapu edhe me bojë jetë, me dalë me pina e vira. Po, Drilon të arrit edhe pak dopaminen,
e lumturisë vrapimi. Çka po thu? Jo që ta rrit, po del pi trupit del. Lumturia, lumturin. Çashta. Po. Je njëri ma pozitiv, nuk e kit runin mo ngarkun me negativitet. Po. Qaq më ka bo shpreji, vrapimi, qaq më ka bo të lumtun, sa që me kreqit që t'jetë punës që e bëj, pi orës 8 deri në ora 4, me kreqit do me thonë me vëllanë në dorë për din, sot gjithkush ju bo, ta prishi nervin me saba. Po. Si dal me vrapu tjetër njëri bona, me njëherë. Edhe me qëta, ku ma rrit që edhe në tribuna me hyp me në zonë dhe vene, do me thonë pi që qatë shumë për përkushtona për vrapim. Për ndryshe në Kuk s'ka dali dyti. E ka dyti prek në po Kuk, sa kilometra? Në 10 kilometra. 10 kilometra e dyti, bravo. Krenari. S'mujta mi zonë të parin. Atë ka ik larg, a? Iki. Ma buni një shak se s'ja shtini në rështomë zë njërë gjithë. E ta shtazisha një ashti në rështomë zë një kalojsha. Të më rrisha ndete në shkomë, dhe une dilsha i pari. Për na përshëndet edhe Shën Kadriqeli, që e gjeta, se mikin mu ka jashtët. Përshëndetje për Mosafirti, për gëzoj për pozitivitetin dhe motivin që përqojnë për gjithë këta janë shembull. Faleminderit shumë Shendi. Stil, unë ju falenderoj shumë që ketë me neve. Që ketë me mu. A mu edhe një apel pa si fund mi bo. Për fund dojtë bojmë edhe apel. Për shoferat e makinave me pas shumë kujdes me vrapus. Nuk i llogarisin, a? Hiq. Përveç asaj, njekin me të shkel, ta parkojnë tjerën e pan ku ki me vraputi, a i hin e pjen kafe. Do më dhonë 2 herë dëm, edhe vetit edhe mu. Kisha bo apel me pas pak kujdes nes mas nes fëmijët e tëmve mujnë më konë adhërus të vrapimit, edhe mi pa dikuj të janë zonë rrugën nëse të janë njek dikush fëmijët me shkel me kerr, le ta qesin vete. Me kaste bojnë, a? Po. Vërrër, kështë për tuti, a? Qdo në park, jo, të njek për mrapa të njek, edhe ta bënë a i ka nën kerrin për mrapa që im ka jo. A i ka nën, te e kam nën mu. Po, tashëm park je himër zotni, ta s'ka shaj, tash po, na bërtonin s'ka shaj, po zgudzën me hi. A ka i vyn një a ka i vyn dikush me najtë për mi kryt, demek. Zgudzën mi shkel, njëri. S'ka thupër, demek, s'ka ka ma më shon kërkush në vesh. Qëta kësha bo apel më kom pak ma të vetë disun me na ja, pak apsin besoj që shoferat e keni një qdo, edhe me se bëni vetën më ju shajt nesër tonën e emision apet. Edhe unë bëj një apel për fund me lidhje me eventin, ju kisha lut kush e ka nda menjen për me marr pjesë mes apo javë të vinë pak ma heret, do më thonë se për munis njëtën kohë, edhe mos të harrojmë që edhe jemi në natyrë, po duhet kemi shumë përgjësin dhe natyrës, kështu që me qenë të kujdes që mos me bo. Përgatitja stil me veti, shka dun me pas? Patikat edhe dishka, se mas 1 kilometr, na do të mundohem kështu me mjetë e vetanake me pru dishka, po për 5 kilometra pak njerëz është që kanë nevojë se kanë qaq ujë në trup sa për mi përballu qëta. Si do qoftë, do të mundohem çdo javë mi përmisu këtë po më rëndësi është që gjatë vrapimit mos me lonë për lloga rrugës e kështu se kemi aden që atëherë prishim këtë iniciativë. Kështu që edhe ne do të mundohem në fund mi pastru me qese, me vete. Me qese. Gjitha shkojmë të i përmisu, po sa për fillim ta kemi si mesazhin kry. Perfekt, unë ju komplimentoj shumë edhe këtë çka ka nevojë me bo për këtë event, jam i gatshëm mi bo, domethënë me këtë qenjen teme.